ju keni qenë ndër artuesit kryesor të ligjeve për krimin e këtyre institucioneve kushtetuese si KLP dhe KLG. Si e vlerëson punën e tyre tani, duke qenë që po në vazhdën asaj se çfarë po thonit? Unë jam nga ata që mendoj që të dyja këto organe qeverisë, respektivisht të gjyqësorit apo të prokurorisë, mund të duhet të bëjnë më shumë. Është detyrë e tyre që le të themi të ravizojnë politikat qeverisë për këto institucione. Sigurisht që aty ku ka nevojë për ndryshime ligjore, mund t'ia çojnë draftet kuvendit dhe këto ndryshime të bëhen, por jo gjithmonë janë të nevojshme të domosdoshme ndryshimet ligjore. Këto mund të bëhen dhe me akte nënligjore që këto organe mund t'i kryen, por edhe me mundësi dhe me aksion të përditshëm që këto institucione mundet t'i transmetojnë gjykatave dhe prokurorive. Patjetër që mund të bëhet shumë më shumë në këtë drejtim. Një nga shqetësimet për shembull që un kam në lidhje me këtë dhe që besoj që vlen të preket, është për shembull pse ju e preket me të drejtë pse ka mbetur apeli me gjysmën e numrit gjyqtarëve ose me 1/3. Kolegët më thonë për shembull që për arsye sepse ligji i kërkon që të bësh promovimin e gjyqtarit kërkon të paktën 2 vlerësimet e fundit dhe KLG-ja nuk ka bërë këto 2 vlerësime. Nuk ka bërë asnjë vlerësim, ka raste që gjyqtarët e KLG-s nuk kanë bërë asnjë vlerësim, nuk kanë nxjerrë as rregulloret dhe funksionimin e tyre. Mund të kenë bërë një ose se kanë bërë të dytën e si rrjedhim ka ndodhur kjo situatë që ka ndodhur, pra patjetër dhe KLG dhe KLP mund të bëjnë shumë më shumë dhe duhet të bëjnë shumë më shumë. Duke qenë që jemi te pjesa e gjyqtarëve dhe ne e dim që institucioni vetëm që tashmë sjell gjyqtarët në sistem është shkolla e magjistraturës. Ka pas zëra edhe nga intervistat e personazheve të ndryshëm të drejtësisë që kam bërë, që shkolla e magjistraturës nuk ka më atë cilësinë siç e kishte, por ka vetëm sasi. Si e gjykon nga kontaktet që keni edhe me, sepse ju keni qenë edhe një nga pedagogët që keni dhënë edhe mësim? Tani, edhe kjo për fat keq është e vërtet dhe kjo vjen besoj për disa arsye. E para njëherë dhe kualiteti i juristëve që dilte në atë kohë, le të themi përpara masivizimit të juristëve. Domethënë, po ta mendosh konkuronin 2-3 veta, fitonin 100. Pra 100 mbaronin juridikun. Tani s'mbarojnë 100, po ndoshta mbarojnë 5000 në vit juridikun. Nuk e di sa mbarojnë në Shqipëri, po me mira, me siguri. Po të vendosësh edhe shtetërorin, edhe privatët, me siguri që janë mira. Pra numri më i madh sigurisht që le të themi është një nga ndryshimet krahasuar me çfarë ishte. E dyta, numri i madh i atyre që fitojnë. Për shembull tani fitojnë 70, 80, 100 veta në vit, dhe kjo e kuptoj që diktohet për shkak të nevojave. Ne thamë që si do plotësojnë këto vende. Kanë ulur edhe atë notën mesatare me sa informacion kam. Nota mesatare ka qenë mbi 8 dhe ky është një kriter që është prekur, por numri. Për shembull, ne konkuronim 1500-1000 veta, fitonim 10. Në 1400 për 130 për 10 vende, për 8. Bashkë me gjykatën keni qenë 10, 12, 18 diçka tjetër. 8 ose 10. E kupton, pra imagjinoje tani fitonte 1 në 100. Kurse tani konkurrojnë 100 dhe fitojnë 70. Apo konkurrojnë, 150, 200 dhe fitojnë 100, pra i bie 1 në 2, e kupton vetë diferencën ndërmjet 1 në 100 me 1 në 2. Domethënë, kështu që dhe kjo ka sjell uljen pastaj e nivelit. Një arsye tjetër e uljes nivelit besoj është edhe numri i madh i studentëve që ka në duar shkolla e magjistraturës dhe mungesë e kapacitetit të vetë shkollës për ta përballuar këtë numër. Kur ishim 10 veta aty, sigurisht e kupton se çfarë lloj, le të themi, ambienti ishte, kur secili prej nesh kishte një grup pedagogësh te koka. Kur tani nëse janë 70 veta, ndihesh sikur je në një sallë leksionesh ku profesori bën leksionin edhe askush s'merret në mënyrë individuale me përgatitjen e gjyqtarit. Të radha me fol një në 2 javë. Bravo, dhe mund dhe mos të vide aq. Kështu që gjitha këto sjellin si pasojë që edhe produkti pastaj mund mos jetë në atë nivel. Fatkeqësisht dhe uroj që kjo gjë të ndryshohet, edhe pse unë e shoh shumë të vështirë. Po nga ana tjetër, si e gjykon procesin e vettingut? A pati vendime të drejta apo selektive në shkarkimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve? Përsi në media kanë dalë shpesh histori të ndryshme, qoftë edhe pjesë të antarë të KPK-s, të cilët ishin të politizuar, hiç më shumë më të fundit kemi në zgjedhjet e kaluar.
një nga anëtarët e KPK u zgjodh deputeti i Partisë Socialiste në pushtet. Domethënë ai ishte selektive në shkarkimet e gjyqtarëve. Tani në lidhje me çështjen e vettingut, unë duhet ta bëj analizën time në dy drejtyme. Drejtimi i parë ka të bëjë me parimin. A duhej vetting në Shqipëri ishte i domosdoshëm. Absolutisht, duke patur parasysh sistemi se si ishte. Pra, në parim sistemi kishte nevojë dhe procesi i vettingut ishte i nevojshëm apo i domosdoshëm. Te pjesa e dytë e analizës që dua të bëj, a ishte çdo gjë perfekt në këtë proces? Patjetër që kishte të metat e veta procesi, disa raste mundet që problematikat kishte të bënte me ata që u përzgjodhen anëtar të organeve të vettingut, qoftë në nivelin e parë apo të dytë, apo edhe vendimarrja e veçantë në lidhje me gjyqtarë apo nuk u vetuan siç po i vetojnë të tjerët, ose siç i kanë vetuar të tjerët. Kjo është një nga kritikat të cilët ne kemi në fakt trajtuar edhe në artikuj shkencor. Kjo ishte një nga çështjet, por ki parasysh që edhe koha në të cilët u synuan që të krijojnë këto institucione sa më shpejt ishte shumë e shpejt. Kështu që është e vërtet, asnjëri prej tyre nuk kaloi në një sistem vettingu siç vetuan gjithë të tjerët, po të kishte bërë ndoshta edhe shumë prej tyre s'do arrinin që të ishin anëtar të organeve të vettingut, por patjetër pastaj ka patur raste që mund të jenë problematike, vetë gjykata e Strasburgut ka patur raste që ka kthyer, ka ende procese të cilat janë qoftë në apel, qoftë edhe në Strasburg, të cilat unë parashikoj që do të ketë vendime që do të rikthej siç ishte rasti i një apo dy prokurorëve apo gjyqtarëve, apo si prokuroria Sevdari, apo edhe të tjerë të cilët le të themi janë kthyer në sistem pas vendimeve të gjykatave më të larta ose Strasburgut. Kështu që patjetër, por a justifikohet që në të gjithë këtë, le të themi 1000 e ca gjyqtarë dhe prokurorë që të kalojnë atë proces, të ketë edhe gabime rrugës, patjetër ka pasur, patjetër që sistemi mundet që procesi vettingut mund të ishte edhe më i mirë, ndoshta edhe më i shpejt, por në fund po të vendosësh në peshore, le të themi pozitive dhe negative të këtij procesi, unë vazhdoj të jem partizani e saj që ishte i nevojshëm. Në fakt ndahemi shumë në mendimin lidhur me këtë pjesë, gjithsesi a ka një emër që mendon që një gjyqtar apo një prokuror i është bërë padrejtësi nga shkarkim nga vettingu, një emër që juve personalisht mund ta njihni, mund ta dini, mund ta njihni, a keni një person që mund të thuash që po, ky është bëj gabim mendoj unë? Tani, unë shumë prej tyre i kam edhe miq personale dhe nëse do thosha një emër mund të mërziteshin shumë të tjerë që pse nuk thashim edhe të tjerë. Pra mendoj që nuk është problem. Unë i kam thënë disa herë pas here kam shkruajtur në fakt për personazhe të rëndësishëm të sistemit që janë larguar, që mendoj shumë pa të drejtë, duke bërë krahasimet me persona të cilët edhe kanë kaluar, kuptohet kjo? Shiko, ke parasysh një gjë, duke qenë si ish gjyqtar dhe akademik të pjesa e ligjit, unë ja rezervoj vetes të drejtën të flas pa patur gjithçka të dosjes. Sepse, domethënë, unë kam lexuar vendimet e këtyre, sigurisht, por nuk kam gjithçka që ajo gjykat apo ky organ vettingu ka vënë në peshore për të marrë atë vendim. Pavarësisht se shumë prej tyre mund të kenë qenë miqtë e mi dhe mua në nivel personal më ka ardhur shumë keq kur kam parë që ata njerëz kanë dalë nga sistemi sepse mendoj që mund i shërbenin shumë mirë sistemit dhe kanë qenë jurist brillant apo gjyqtar apo prokuror brillant, por nga ana tjetër duke mos pasur para vetes të plota provat, edhe sot po vazhdon kulturën e gjyqtarit. Në kërkon të kesh provat dhe materialet për të vëzhguar apo për gjykuar një gjë të tillë. Është e pamundur ta bësh një vlerësim të tillë, sepse mund të gabosh edhe nuk do doja që t'ja lejoja vetes këtë pjesë, domethënë, sepse në fund të fundit ata që kanë marrë këto vendime janë profesionistë të ligjit dhe me siguri që kanë parë gjëra që prandaj kanë marrë këto vendime. Për disa gjykoj kam dyshimet e mia që nuk ishin profesionistë.